Siç ju kam njoftuar në mbrëmjen e datës 28 dhjetor të vitit 2025, edhe sonte njoftoj se në konsultim me bashkëpunëtorët e LDK-s, me nënkretarët e partisë, sekretarët, kemi vendosur që të thrasim fillimisht kryesinë e LDK-s, e më pas kryesisë të thrasim dhe kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. E kam obligim moral, e kam obligim politik të sjelljes sime që të marr jo vetëm përgjegjësinë, por të marr dhe shtroj tutje dhe organizimin politik të LDK-s nëpërmjet ofrimit tek kuvendi i LDK-s së dorëheqjes si me sekretari i LDK-s, e më pas kuvendi i LDK-s le të vendos nëpërmjet votës se a pranon apo nuk e pranon këtë dorëheqje. Po ashtu, secili njeri brenda LDK-s ka të drejtën e garantuar që deri atëherë në kuvend të shtroj dhe kandidaturën individuale për krijuën e LDK-s. LDK-ja është unike, është e bashkuar, i shtron çështjet me konsultime të tilla, do t'i formalizoj dhe tutje në organat partijake. Ky është takim jo formal i kryetarit të LDK-s me bashkëpunëtorët e vet, takimi vetëm formal i LDK-s është ai kryesisë, i cili pritet të ndodhë javën e ardhshme. Pas takimit kryesisë, ndodh kuvendi, janë çështje të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe do trajtohen brenda LDK-s organeve tona partijake. Zotëria Bigjiku, nëse nuk pranohet dorëheqja juaj nga konventa dhe kuvendi i LDK-s, cili do të jetë qëndrimi juaj? Do të vazhdoni të qëndroni në postën e kryetarit apo nuk pranoni që të rikthehen? Në qoftë se kuvendi nuk e pranon dorëheqjen, atëherë detyron me qëndru në pozitën e kryetarit dhe ta kërkon një gjë të tillë, pra është pa përgjegjësi, besoj edhe kohës, edhe antarësisë, edhe besimit që të shmangësh besimit të antarësisë, por kjo është çështje e kuvendit të LDK-s, kjo çështje imja. Unë, si kryetari i LDK-s, kam obligim që të shtroj para antarësisë së LDK-s, para kuvendit të LDK-s, këtë dorëheqje që të hapi rrugë edhe për të tjerë që dëshirojnë të shtrojnë një platformë tjetër. Gjithsesi, çdo vendim që e marrim bashkërisht brenda një shtëpie, gjithë jemi bashkë, gjithë kemi një mision të përbashkët politik dhe kemi obligime të mëdha institucionale që na paraprin me LDK. Edhe një herë është vendimi i kuvendit të LDK-s, i cili thirrët shpejt dhe organizohet së shpejti me kohë. Zotëria është interesuar për të qenë kundër kandidatit juaj në atë varg? Përfshirën në kryetarët, të cilët janë pas jush dhe zyrtarë të tjerë. Edhe antarët. A një të interesum, jo s'shenkan, jo, shiqoni, jenë në diskutime të brendshme, jo nuk ishte interesime, por kanë drejt. Secili prej tyre. Secili prej tyre ka drejt dhe vetëm, secili antar i LDK-s ka të drejt të parashtrojë një çështje të tillë dhe të marrë besimin antarësisë së LDK-s. Natyrisht që këto kandidatura mund të shtrohen në vitet në vijim, nëse ka një çështje të tillë, por fillimisht le të organizojmë kuvendin e LDK-s, le trajtohet dorëheqja ime, e më pas dhe çështje të tjera. Fillimisht kryesia e LDK-s, më pas kryesia bën organizimin e kuvendit.